Shikues Vision Plus, përshëndetje, do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti ka qenë me kthjellime dhe alternime vrenësirash mesatare në orët e mesditës deri pasdite në relievet malore të territorit në zonën e veriut dhe të lindjes. Në malësitë e zonës së veriut, rreshtet e dobta të shiut kanë qenë afat shkurtër edhe në formën e pikave. Era ka fryrë me drejtim nga jugperëndimi dhe perëndimi me shpejtësi mesatare 9 metrë për sekond. Dallgëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 13 deri 27 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri 33 gradë dhe në Bregdet nga 17 deri 31 gradë Celsius. Për ditën e mërkurë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet fillimisht i kthjellët, ndërsa gradualisht do të kemi shtim vrenësirash mesatare deri të dendura më teksuara këto pas orëve të mesditës. Rreshtet e shiut në orët e mesditës dhe pasdite parashikohet të jenë afat shkurtër në veri dhe në lindje të territorit me intensitet të ulët. Në orët e vona të mbrëmjes, rreshtet e shiut parashikohet të jenë me intensitet të ulët në të gjithë vendin, ndërsa hera herës do të kemi dhe shtrëngata përgjatë ultësirës perëndimore. Në zonën e veri perëndimit, në intervale të shkurtra, rreshtet do të jenë edhe në formën e stuhive. Ndërsa era do të frymë drejtim nga jugperëndimi dhe juglindja me shpejtësi mesatare 18 metrë për sekond, dallgëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 4 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 12 deri 27 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 11 deri 32 gradë dhe në Bregdet nga 17 deri 31 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me kthjellime dhe alternime vrenësirash mesatare deri të dendura, të cilat do të shoqërohen me rreshtë shiu me intensitet të ulët, lokalisht edhe me shtrëngata afat shkurtër dhe me breshër. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa më e madhe e tij do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, shoqëruar me rreshtë shiu me intensitet të ulët, lokalisht deri mesatar në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe me breshër. Ndërsa ndryshe paraqitet situata për gadishullin iberik dhe Europën lindore, ku moti parashikohet i shndrueshëm i kthjellët me vrenësira të pakta dhe kalimtare. Tu kemi përfunduar, në faleminderit për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.